Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari bëri të ditur se përmes aktit normativ të buxhetit 2026, financimi për policinë e shtetit rritet me 701 milion lek, duke forcuar mbështetjen për efektivat dhe investimet në modernizimin e institucionit. Në një postim në rrjetet sociale, ministri Lamallari theksoi se fondet shtesë do të shërbejnë për rritjen e mbështetjes për pagat e punonjësve të policisë së shtetit, investimet në teknologji, motivimin e strukturave elitare dhe për shpejtimin e procesit modernizimit të policisë, sipas standardeve më të mira europiane. Përmes aktit normativ të buxhetit 2026 rrisim me 701 milion lek financimin për policinë e shtetit, më shumë mbështetje për pagat e efektive, më shumë investime në teknologji, më shumë motivim për strukturat elitare dhe një tjetër hap i vendosur drejt modernizimit sipas standardeve më të mira europiane. Një polici më e fortë do të thotë një Shqipëri më e sigurt. Ky është angazhimi ynë dhe do ta çojmë përpara me vendosmëri, u shpreh ministri Lamallari. Sipas numrit 1 të punëve të brendshme, rritja e financimit është pjesë e angazhimit të qeverisë për të garantuar një polici të shtetit më të aftë, më moderne dhe më të pajisur për të përballur me sfidat e sigurisë në funksion të mbrojtjes së jetës, pronës dhe rendit publik.